Ja pse arat duhet futur në ujë përpara se të konsumohen. A i dini se një ritual i thjeshtë i zhytjes së arave në ujë mund të përmirësojë shumë shëndetin tuaj? Nutricionistët po rekomandojnë gjithmonë më shumë ara të zhytura në ujë, sepse ato zbërthejnë frenuesit e enzimave të acidit fitik, i cili lehtëson tretjen dhe rrit gjithashtu shfrytëzimin e lëndëve ushqyese. Tretja më e lehtë thithet më mirë me lëndët ushqyese. Arat e zhytura në ujë përmbajnë më pak acid fitik dhe gjithashtu trupi thith minerale si magnezi, zinku dhe hekuri në mënyrë efikase. Arat në këtë mënyrë ndihmojnë në kontrollin e peshës. Falë tretshmërisë së lartë dhe çlirimit të ngadaltë të energjisë, arat e zhytura në ujë mbajnë të ndjeni të ngopur për më gjatë dhe evitojnë dëshirën për ushqime të rënda. Ato janë të mira edhe për shëndetin e zemrës. Acidet yndyrore omega-3 që gjendet te arat ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe krijimin e një raporti optimal të shëndetit të zemrës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre.